Në vijim të informacionit të dhënë ditën e djeshme për një zjarr të rënë në fshatin Peshtan Bregas, informojmë se specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier kanë arrestuar shtetasin JM 47 vjeç, pasi dyshohet se gjatë kohës që ka qenë duke punuar me motosharre elektrike, është krijuar një shkëndi dhe përpasoj ka rënë zjarr në tokë. Nga përhapja e flakëve për shkak të erës, janë ndjegur rreth 100 rrënjë ullinj në pronësi të këtij shtetasi dhe të banorëve të tjerë të zonës, si dhe rreth 5 hektar tokë me shkurre dhe bimësi të ndryshme. Gjithashtu specialistët e sektorit të policisë rrugore të DVP Fier referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit AR, 69 vjeç banues në Divjak, pasi duke drejtuar një mjet pune zetor, pa leje drejtimi, ka përplasur një automjet tip Audi duke i shkaktuar dëme materiale. Kurse specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin GM 55 vjeç banues në Lushnjë, pasi dyshohet se i ka vjedhur një orë dore një 64 vjeçareje. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.